Nëse e vloni disa herë ujin e çajit, urgjent duhet ta dëgjoni këtë. Nëse e vloni një herë, bëni mirë që ta përdorni, por nëse e përsërisni më shumë se një herë, rrezikoni të shkaktoni probleme në stomak. Duke e zgjerë 2 herë mineralin e shëndetshëm bëhet i dëmshëm. Përveç kësaj, në enën që formohen, do të keni gur dhe gërqele, kështu edhe formimi i tyre do të jetë më i madh në veshka. Nëse ujin e zjeni më shumë se 2 herë, atëherë problemet me rrezikun e temperaturave të larta të përsëritura mund të shkaktojnë probleme me zorrën e trashë dhe me stomakun. Fluoridet në ujin paraqesin rrezik për shëndetin, prandaj ekspertët mund të këshillojnë të mos e zjeni atë më shumë se një herë. Organizata Botërore e Shëndetësisë pohon se rreziku më i madh i ujit është arseniku, i cili çon në helmim probleme me tretjen, diabet, madje edhe sëmundje kardiovaskulare. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë të mos e zjeni shpesh ujin, por një herë dhe ta përdorni të gjithin, pasi në të kundërt do të dëmtojë shëndetin.